shpreh solidaritetin tim me demonstruesin nga Berati, të cilin e kanë goditur në mënyrë kafshërore dhe në një kohë që nuk po kryente asnjë veprim të dhunshëm. Dënoi me forcën më të madhe dhunën ndaj protestuesve dhe garantoi Edi Ramën se për çdo protestues të dhunuar, ai do të jetë përgjegjës personal direkt. Para se të vija këtu, kishin sjell 3 ose 4 policë, gjoja të lënduar, të plagosur, dhe mrapa kishte ardhur dhe ministri pas tyre për show. Po ajo që ishte akoma më turpshme, më qesharake, u përgadit dhe do vinte Edi Rama për të shprehur solidaritetin policëve imagjinar, të plagosur imagjinar.